Për shqiptarin, ajo çfarë do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm është shëndeti I jashtëm dhe I brendshëm. Shëndeti shpirtëror pra. Mund të jemi pak të lodhur, duke qenë se kanë pasur shumë përgjegjësi në jetën e tyre. Mund të jenë ndjerë të tradhtuar, në disa raste edhe të përdorur, sepse njerëzit shkojnë edhe vinë vetëm marrën. Në të njëjtën kohë mund të jenë kujdesur për personat që nuk janë mirë me shëndet. Kjo ka ndodhur vetëm që shenja shqiptarët të mësojnë empatinë dhe të kuptojnë më mirë se çfarë mendon ose çfarë ndjen personi përballë. Do të kemi një përmirësim të dukshëm në mirëqenien, në vlerësimin që ata I japin vetes dhe automatikisht duke qenë se do ta vlerësojmë më tepër veten e tyre, do të vlerësojnë shumë më tepër dhe nga ambienti që rrethon. Ndërkohë që jeta sentimentale është në lulëzim për shenjën e shqiptarit. Mund të ngelen midis dy zgjedhjeve gjatë javës shenja shqiptare, kemi edhe mundësi që në qoftë se zgjedhim siç duhet, të kemi fillimin e një periudhe vërtet shumë pozitive dhe shumë fitim prurse.